Besimtarët katolik kanë kremtuar sot festën e Pashkëve. Që në orët e para të mëngjesit, dhjetra besimtarë janë drejtuar katedrales Shën Shtjefni në Shkodër për të marrë pjesë në ritualin e bekimit të shportave me ushqime. Për besimtarët, bekimi i shportës ka një rëndësi të madhe shpirtërore, duke simbolizuar paqen, begatinë dhe shpresën për ditë më të mira. Ndërkohë, besimtarët kanë uruar njëri tjetrin për Pashkë të gëzuara, duke ndarë mes tyre mesazhe dashurie, harmonie dhe bashkimi familjar. Shumë e rëndësishëm për ne. Na pastron shpirtin, zemrën, mendjen e gjitha. Dhe kam bë aksidente, mas aksidentesh, trihem ka dhënë makina, e më shes jam të ecë ngam. Ka thënë kam të durët edhe të në kry. Mirë po, jam i falë shënder Zotit, jam të ecë, të i bën shërbim në dhe vetë morëve që kam të shtëpia. Mësuar për shumë vjetë, e Krishti inshallah na ka duar të në jetën tonë, për shumë vjetë të në krishtinimit. Gëzuar gjithë me shëndet, mbarësi, harmoni, gjithë atë mjetë uroj gjithë shqiptarëve. Uroj Pashkë marë këtij njerëzimit, Pashkë marë në botë, se janë në disa kushte shumë vështira, edhe gjithë kush gëzoft Pashkë e bekim. Për ne është shumë, adin buke kryp. Pashkë janë shumë shenjta për ne. Po, traditë familjare janë shumë shenjta. Uroj gjithë atë mirat, kënë fatë mbarësi, Zoti bekoft. Shumë e rëndësishëm. Një traditë që e bojmë gjithmonë do ta bojmë deri në desi. Për shumë vjet tanë bota kush e lut me zemër të mirë. Kremtimi i Pashkëve mbetet një prej festave më të dashura, duke bashkuar besimtarët në një ditë reflektimi dhe e gëzimi.